Në zonën veriore të Pukës, atje ku dhjetra familje jetojnë në vështirësi, s'ka mjerim, duket se festa e vitit të ri nuk sjell dhimbje të shpirtit që sjell Tryeza Bosh, një nga emigrantët e zonës, artisti Fran Gjoka me banim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në bashkëpunim me gazetarin Armir Mehaj për të 10 vit radhazi, edhe në këto prag festash, ndërmorën nismën humane, askush ndër ne pa festa, nismë e cila ka qëllim që asnjë familje në zonën veriore të Pukës fusharësit të mos përjetoj mungesën e festës në tryezat e tyre. Për Fran Gjokën, nisma dhuron gëzim për të dhe familjen e tij, teksa shpreson që çdo vit e më shumë të ketë më pak familje në vështirësi në zonën veriore të vendit. Uroj në mënyrë të veçantë familjet e varfra kudo që jetojnë, por kryesisht ato të rrethit të Pukës, prej nga vi edhe unë, duke dëshiruar që viti që po vjen t'i gjej me jetë më të mirë, më të begat, më të lumtur. Falenderoj nga zemra edhe ekipin që punon sidomos në këto ditë të vështira, në kohë të vështirë, në terren të vështirë, e udhëhequr nga gazetari miku im shumë i dashur Armir Mehaj, që tërket derë në derë për të sjell sa më shumë lumturi që të mundemi në ato tryeza që mjerisht janë të varfra, por janë tek zemrat e mëdha, tek zemrat bujare. Paketa në përbërje të cilës janë shporta baze, ushqimeve, pije, fruta, perime dhe baklavaja e festave, është një simbol i solidaritetit, por edhe një kujtesë se edhe për të varfrit e kësaj zone duhet të mos i humbin shpresat ndaj dhe sjell gëzim për ta. Këta prit Zoti marr me familje. Ta lash Zotit marrën e viti marrë për të toni shama. Shumë faleminderit për ti. Allah është problemet në jetë edhe të Zot. E ujtë Zoti, ka kohë të ka kohë. Problem për këta, nejmë se për bje për këtë kujdesi që pa banë për njërës të me probleme. Në zonën veriore të Pukës, shpopullimi është i ndjeshëm teksa në shumë prej familjeve që ende mbajnë dyert hapur kanë mbetur veç të moshuar në shumicën e rasteve në vështirësi të theksuar ekonomike. Tradita e krijuar në Pukë është një nismë unike që synon të zgjerojë aktivitetin në kontribut të vendlindjes nga filantropi Fran Gjoka dhe emigrant të tjerë të zonës.